Tema 124, kur ndjen dhimbje në trup. Pejgamberi sa thot, vendose dorën tënde në vendin që të dhëm në trup dhe thuaj Bismillah 3 herë, pastaj thuaj 7 herë Eudhu billahi wa kudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir. Kjo është duaja kur dikush ndjen dhimbje dikon me ndaj pjesë trupit. Pavarësisht kokat dhëm ose diçka pjesë trupit kudo që është, pejgamberi ka me vënë dorën çat vend ku dhëm. Kokë ose dikon, me thon 3 herë Bismillah, 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 pastaj me thon këtë duan Eudhu billahi wa kudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir. Sa me thon 7 herë. Dhe me lejen e Zotit, nëse bindja jonë në Allahun është e fortë, mbështetja jonë në Allahun është e fortë, largohet dhimbja. Dhe kjo është prej mrekullive të duave të pejgamberit, saqë transmetuesi sahabiu që ka nik ta pe pejgamberit sallallahu Uthman ibn Abil As radhiyallahu anhu thot, masi që kam dëgju këtë dua pe pejgamberit sallallahu sa herë që më ka dhimbë dikon, e kam kënu që duan, që të formë, që më ka mësu pejgamberi dhe mu ka largu dhimbja. Dhe pastaj thot, edhe njëjtën metodë kam përdorur edhe me familjen tënde. Domthon komplet familjes që ka kallëzuar dhe kam përdorur. Po kjo është fuqia e bindjes. Nëse njeri e ka fuqinë e bindjes, domthon mbështetjes të madhe në Allahun azza wa xal, atëherë duat bojnë bojnë çuditëra, bojnë mrekulli. Kurse nëse je i dop, domthon ban dua, po thu ku më dit, nashte ndodh, nashte s'ndodh. Ti në start ja nis me dyshu. Kurse pejgamberi nuk fol, nuk tregon gënjeshtra. Ai po ta siguron, po thot kush e vënë dorën në vendin ku i dhem, edhe thot që dua 7 herë, Allahu ka më largu çat dhimbje. E kjo është prej mrekullive të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, gjatë jetës tij edhe pas vdekjes tij, që muslimanët e praktikojnë. Është interesant, vetëm për përmeni si dobi, beledhone kër e lexova pak o mërë çudi. Ibn Qayyim rahimahullah kur e përmend këtë numër 7 herë, thot numri 7 e ka një veçori speciale në fe. Edhe në fe, edhe në krim. A mu shka nuk e din as Ibn Qayyimi. A mu i përmend shumë raste që përmend në Islam numri 7. Për shembull, Allah i ka kriju 7 qiell dhe 7 toka, thot Ibn Qayyimi. Pastaj të shka? Ha? Që është 7 gjenit si pas ka përmend? Gjenemi janë 7 falë. 7 gjenemi, pra, 8 janë gjenit. 7 si pas citot gjenemit si pas ka përmend. 7 e përmend. Ha? Ta përmenu, 7 qiell edhe 7 toka. Çka? Po, 7 ditë të javës, e përmend Ibn Qayyimi. 7 ditë të javës. Pastaj, kjo po sura Fatiha 7 ajete ka mos pajtim mes dietarëve. A janë 7, a janë 8. Pastaj, cilat janë? Pastaj, 7 herë me bo tavaf. 7 herë me bo saj. 7 herë me gjitë gurt. Kur t'i bojnë fëmija 7 vjetë, do të me stimë më falë. Kur t'i bojnë 7 vjetë, fëmija ka thonë pejgamberi sa lejohet me zgjedh nëse do baba dhe nona të cilin me shkua, më 7 vjetë kur t'i bojnë. Pastaj thot Ibn Qayyimi thot Allahu ka thonë që ai që ata që e shpenzojnë në rrugt të Allahut, është sikur një person që e qet një kokër, e kokra i ban 7 kalli. 7 apet. Pastaj tregon se Allahu xhelali ka dënuar popull 7 ditë. Popullin e Adit e ka dënuar 7 ditë. Popullin e Jusufit e ka dënuar me varfëri 7 ditë, 7 vjet. Ai personi që i ka pa ëndër Jusufin me Jusufin asam që i ka kallëzu për kallit që i ka pa ëndër, i ka pa 7 kalli. Njerëzit që kanë me hinë në xhenet janë 70.000. Apet numri 7. Dhe që ka për hinë në xhenet 70.000 njerëz pa llogari, pa kur gjatë, drejt për drejt. Ibn Qayyimi thot numri 7 për një me ka një veçori speciale, po asaj nuk e dim fshetësim pse. Kjo është edhe dallimi mes dietarit të drejt, sinqert dhe atyre që pretendojnë se janë dietar.
Se unë kur e dëgjova shtat me Mikaimi pa komer çudi. Se me kësi numra, me kësi matematika nuk i na mësuan pe dietarëve. Zakonisht dietarët folin për fakte, për argumente, jo me numra, me kështu, jo një numër për menet që kaq, jo një numër për menet që kaq. Po dallimi është se Ibn Kaimi, masi që i kallzoi krejta këto fakte që u përmenda për citate, nuk tha për shkak anor kështu. Si anisi tash me fol ngajb, me thonën me siguri numri 7 kështu, s'ta më manatonit. Tha vesh se numri 7 e ka thani veçori diçka. Te Allahi qysh, Allah e di më së miri. U ndal aty ku nuk diti aty u ndal. Kurse njerëzit që i përdorin çto numra, u përdor çikash një numër që shtohet, çikash një numër që shton Kur'an e bëjnë matematika e kështu, ato pastaj thojnë për çet arsye, po çet arsye tani ja nisin me fol ngajb, çështje të padijshme që nuk i din kërkosh, edhe i hutojnë njerëzit, edhe më shumë. E kjo ndodh shpesh sidomos në kohët e sodit, shumë bëhet si temë mënyrat, numrat që përmenden në Kur'an. Po vetëm e përmenda si dobi që e ka moment dietar dhe ju ndal aty ku nuk kanë pas dije më shumë. Shpreha që ka në hadith, e'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir. Domthon njeriu që e ka këtë dhimbje kërkon mbrojtje te Allahu dhe mbrojtje me fuqinë e Zotit. Për arsye se fuqia e Zotit është më e madhe se çdo gjë. Më e madhe se smundja e tij, më e madhe se dhimbja e tij, më e madhe se problemi i tij. Për këtë arsye njeriu mbështetet te Zoti me komplet çënjen e tij prej dhimbjes që ka. Domthon faktikisht ja dorëzon çështjen e tij Allahut azza wa jall. Kush i dorëzohet Allahut me gjithë çënjen e tij, me gjithë vetën e tij, me mendjen e tij, me zemrën e tij, me trupin e tij, ai e gjon ndihmën te Allahu. S'ka dyshim. Për këtë arsye edhe Kurani ju bën dobi njerëzve që ja dorëzojnë çështjen e Allahut tamam ç'është do, e kuptojnë tamam ndikimin e Kuranit. Kurse në ashtë e njëjta sure i knohet dikujt në tjetër, nuk i va dobi. Se bindja e dopt. Në ata shkina njerëz që janë të smut ose kanë ndonjë problem, në ashtë ja kënon ku me ditë sa suret Kuranit edhe kur gjasë ndikoni që. Apet jetë qashtu. Kurse shokët e pejgamberit Matina personi që u koni smut, që e ka kafshu akrepi. Pe akrepit, jo bëj diçka tjetër. Pe akrepit, 7 herë ja ka kënu surën Fatiha, u qu njeri, u shëru. Ibn Kaimi ka thënë për veti kur u koni Mekë, thot, kum pas smujt madhe, kum pas dhimbje të mëdha, thot nuk kum gjetë shërem dikon tjetër vetëm se në surën Fatiha edhe në ujin e Zemzemit. Thot vetëm çdo dy e kum përdor, thot edhe nuk kum pas problem. Nëse Ibn Kaimi është i çuditshëm me lidhjen e tij me Zotin, është i çuditshëm. E thot me surën Fatiha edhe me ujë Zemzemi, thot nuk kum pas nevojë për diçka tjetër. Edhe kjo dua pejgamberit sallallahu alajhi wasallam domthoni përmend të dyjat, nga ajo që e ndjej tash, nga dhimbja që e ndjej dhe nga dhimbja që jam tu friksu që ka më ndodh. Dikush janis pak mi dhimbje dikon thot vallahi po ndodhet kanceri. Astaghfirullah. Dhe menon keq pej tutës, pej pesimizmit, janis me menu keq. Pejgamberi nuk ka thonë kështu. Nuk na ka mësuar kështu. E vënë dorën aty, e bën duan për dhimbjen që e ki, o Zot largoma këtë dhimbje me fuqinë tënde, me emrin tënd, kërkoj që më mbrojt prej kësaj smundje, me më largu këtë dhimbje dhe me mbrojt prej ai smundje çka vjen, që ka mundësi më armë vonë. Dhe me lejen e Allahut ai që e thotë çysh tash me bindje të plot, Zoti ja largon smundjen dhe dhimbjen që e ka në trup. Wallahu ta'ala alam. Allahu e di më së miri.